Dhe sa herë që e përmendim blerjen e karrotës, e lidhim me cilësinë e shikimit, për një shikim më të mirë. Çfarë mund të themi? A ka ndonjë kombinim për t'i arritur vlerën, siç përmendëm pak më parë, dhe kombinimin për shegën? Po, para se dal atje do të themi që vërtet është Chelsea që ndes llampat në shtëpinë tonë. Saktë ndes llampat në trupin tonë. Është simboli i dritës brenda trupit tonë dhe jo më rastësisht të përmendet për problemet e shikimit. Sepse ajo nuk është vetëm për syt, ajo është për gjithë trupin që mos jetojë në errësirë. Trupi jonë është në errësirë plot. Në moment që futet karrota, fillon ndriçimi. Karrota flet me trupin nëpërmjet një pigmenti portokalli. Futet pigmenti portokalli, qelizat e kuptojnë, ato mblidhen dhe fillohet një komunikim si në mënyrë orkestre dhe dirigjentësh. Çfarë ndodh? Ky element portokalli ka beta karoten. Në momentin që hyn në trup, aktivizon problemet e ndjeshmërisë ndaj dritës. Dhe në moment që qelizat tona fillojnë të lëshojnë dritë rreth edhe lutut. Prandaj dhe lëkura, truri i asimilon dhe bën shumë mirë edhe për problemin e syt. Beta karoteni është ajo që kthehet në vitaminën A që ne e them ne, pra në formën e renitolit që kemi thënë. Dhe nga ana tjetër, kur ne kombinojmë një yndyrna të shëndetshme, karotën, për shembull, me vajin e ullirit, me avokaton, e kemi kavërdisur ose e kemi me vezët, për shembull, ose me disa lloj farash, atëre këto minerale aktivizojnë enzimën që e bën këtë zhndërim shumë herë më të fortë, bëhet drita më e fortë.